Kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, në krye të një delegacioni parlamentar, po zhvillon një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Kongresin Amerikan, Peleshi dhe delegacioni parlamentar zhvilluan takime me kryetarin e Nën-Komisionit për Evropën, në Komisionin e Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, Keith Self, si edhe me kryetarin e Nën-Komisionit për Qeverisjen, Pete Sessions. Gjatë këtyre takimeve, u nënvizua se Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës gëzojnë një marrëdhënie të fortë, të qëndrueshme dhe strategjike, të ndërtuar mbi vlera të përbashkëta dhe një aleancë të palëkundur. Peleshi riafirmoi angazhimin e plotë të Shqipërisë ndaj Shteteve të Bashkuara si partneri kryesor strategjik, duke shprehur mirënjohje të veçantë për mbështetjen e vazhdueshme amerikane në integrimet euroatlantike të vendit dhe në zbatimin e reformave transformuese, me fokus të veçantë reformën në drejtësi. U nënvizuar rëndësia e marrëdhënieve dypalshe dhe vullneti për të forcuar mëtej bashkëpunimin në fusha me interes të ndërsjellë, në përputhje me prioritetet strategjike dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në udhëheqjen e presidentit Trump. Ky bashkëpunim po forcohet mëtej edhe përmes angazhimit në Bordin e Paqes të SBA-s, ku Shqipëria është antare themeluese, pjesëmarrje e ratifikuar edhe nga Kuvendi i Shqipërisë. Në takimin me kongresmenin Keith Self, kryetari i Kuvendit vlerësoi paraqitjen në Kongres të nismës ligjore The Presheva Valley Discrimination Assessment Act, e cila kërkon që Departamenti i Shtetit të raportojë mbi trajtimin e pakicave etnike nga Serbia, me fokus të veçantë te shqiptarët e luginës së Preshevës. Gjithashtu, u diskutua mbështetja e vazhdueshme e Shteteve të Bashkuara për integrimet euroatlantike të Kosovës dhe rëndësia e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gjatë takimeve, u theksua se Shqipëria ka krijuar një klim pozitive për investimet amerikane, si dhe roli i rëndësishëm i diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si faktor miqësie dhe bashkëpunimi mes dy vendeve. Kjo vizitë përbën një tjetër hap në thellimin e partneritetit strategjik ndërmjet dy vendeve dhe në rritjen e rolit të diplomacisë parlamentare shqiptare në arenën ndërkombëtare, si edhe bashkëpunimin mes Kuvendit të Shqipërisë dhe Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.